Fermerët në fushën e Maliqit po vijojnë me vaditje intensive, duke qenë se temperaturat janë rritur ndjeshëm ditët e fundit. Këtë vit, burimet ujore janë ndjeshëm më të reduktuara për shkak të mungesës së reshjeve dhe ndryshimeve klimatike, gjë që paraqet sfida serioze për sektorin bujqësor. Përballë kësaj situate, drejtori i bujqësisë në Maliq, Arbendu Lellari, u bën apel fermerëve që të mos shpërdorojnë ujin dhe të përdorin mënyra më efikase për ujitjen e tokave të tyre. Kulturat kryesore që po ujiten këto ditë janë kulturat perimore, qepa, patatja dhe bimë medicinale. Bashkia ka marrë të gjitha masat për të patur një ecuri normale të ujitjes, duke u siguruar ujin fermerëve, duke zënë pritat në të gjithë kanalet dhe burimet ujore. Duhet theksuar që burimet ujore, sidomos lumi Devoll, këtë vit ka një prurje rreth 30-40% më pak se vitet e tjera, gjë e cila e bën që të domosdoshme që të kemi një menaxhim më të mirë të rezervave ujore që përdoren për ujitje, të kalojmë në ujitjen me pika, sidomos me pajisjet ujitse më bashkëkohore siç janë karrulat, ujitjet me impiante në formë shiu dhe jo ujitjet me përmbytje me rrjedhje të lirë sepse harxhohet sasi të mëdha ujë. Në vend të metodave tradicionale të ujitjes, fermerët potencial po përdorin sisteme moderne të ujitjes, që jo vetëm kursejnë ujë, por dhe rrisin efektivitetin në ushqyerjen e bimëve. Vaditim këto bimët medicinale, detyrohemi të vaditim mistrat, qepët, patatet, të gjitha. Kostot janë shumë të larta që na vënë me vaditjet kështu me karull, po jemi të detyruar sepse kemi jetu shumë shpenzime në tokë. Kanalet për momentin kanë tani ujë. Shqyr zotit edhe bashkia na ka ndihmuar me vaditjet. Specialistët e bujqësisë thonë se dhe planifikimi i saktë i kohës së ujitjes, si ujitja në orët e hershme të mëngjesit apo në mbrëmje kur avullimi është më i ulët, ndihmojnë në ruajtjen e ujit.